Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do nis live-in me një video që më ka mbritur në celularin tim. Një 50 vjeçare me emrin Alie, nga një fshat i Lushnjës, më ka dërguar një video që më ka prekur shumë. Nuk dua të jap detaje, e ndjekim dhe rikthehemi. Mini masat dhe da të lutem, mini masat në dhe të më japësh buk për jetimit e vi. Më rinë goca më shumë pa buk, më rinë djali më shumë pa buk. Merë mundësin i këteja i ka dheja po ku ka punë. Të lutem, mini masat të paktën, ato 100. Ma ka shtuar gjoja 125.000 lek, gjoja pensionin, më në fund ma ka në prerë, të vjetra. E dëgjuam këtë nën të sëmur, ka zënë krevatin, ku tregon që fëmijët i ka pa buk. Kërkon ndihmë sot dhe kërkon që t'jetë këtu në live me Odetën. 50 vjeçarja, unë fola vetëm pak minuta përpara se të hyja në këtë live, për shkak të problemeve nuk është në gjendje që të flasi dhe sot do t'jenë 2 fëmijët e saj, djali Jacksoni dhe vajza Emanuela, 2 fëmijë që ai ka sjellë në martesa të ndryshme, me një burr shqiptar dhe me një burr shtetas grek. Por çfarë ka ndodhur me këtë nënë që ka përfunduar në të kushte kaq të vështira? Do të jenë fëmijët e saj që sot do flasin dhe padyshim do kërkojnë ndihmë. Kështu që hap dritaren, fillimisht do ftoj djalin e madh, 28 vjeçar, Jacksonin, dhe e përshëndes. Jackson, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Unë kam një problem me mamin që është shumë gjendje të vështirë, është do të thënë e smur, do të thënë nga shneti, do të thënë buar, edhe ja kanë heqë edhe pensioni, unë jam e i pa punë, do të thënë kur del puna vete punoj, e ndihmoj edhe mamin. Gjatë gjithë kohës kam lëviz, do të thënë jashtë vendi, sa para mundësie kam ndihmuar. Isha tani prapë në Greqi, do të thënë e kisha kalur dhe afati, mora dhe i gjobë, tu janë pa punë, edhe s'ka mundësi do të thënë që ta ndihmoj edhe familjen. Desha i mbështetit do të thënë që paktën ti kishin rregulluar pensionin, e kupton se është edhe me smundje, do të thënë, sa të drejtën e saj që të marrë pensionin. I ka gjitha letrat, i kemi kërsuar në Lushje atje, nga Lushja më thanë që t'i kërsh Tiranë, ka vaj Tiranë, ka mbreu me Tiranë, me sa mundësin kam pas, edhe nuk gjeta rrugë sillje, kupton? Nga kjo, do të thënë, do që emisionin tati ka parë, do të thënë që pavashtu që ke ndihmu njerëzit. Ku jetoni? Gabrian të Lushnjës. Në fshatin Gabrian të Lushnjës. Zunja Alie nga se vuan? Vuan smundje toke është e lindur, do të thënë. Epilepsi? Po. Do të thënë ka lindur me këtë sëmundje? Po, e ka dosi të vjetra, do të thënë që i ka perë për i kriza, i ka gjitha ato, i kemi bërë për sëritë, nuk është kësyrë përgjigja, moment që nuk është kësyrë përgjigja, u vajta me sa mundësi si ta pash ka prejë. Shkam lënë vend. Nëna juaj, me sa po kuptoj unë, i është ndërprerë kempi. Por nëna juaj për sa vite ka marrë kemp, është trajtuar me këtë pension? Qysh kure ka figur fillim fare, po për vite që me këtë pension, do të thënë. Por pse ja ndërpren? Kush ishte shkaku dhe motivi që kempi e Prorja ka ndërprerë nënës tuaj? Ashtu se di shkaku për sa lloj arsye, nuk e di. Ka vajtë kam pyta atje, nuk kanë artë letra në sa Lushnjë, kam një Tiranë, ka Tirana vajtë prapë atje, pyta në Tiranë, qa janë të si ma e me mirë. Më thanë që i ke Lushnjë, vajtë prapë Lushnjë, për të lojë tha mu, janë të prejtë. Për qa arsye, sa shumë në i me vuan, sa shumë, plus merë të kurime me ato lekë. Sa merë të kurime,
tani janë të prej, po bërë gati 3-4 vjetë, dhe do të thënë, edhe nuk është në kreti, është lyrë, bërë, do të thënë, merë dhe disa loj kurime, kupton? Edhe unë s'kam si kuptu jam I pa punë. E qartë, pra, sa kohë u bë që në tënde është ndërprer kempi? Po bërë 4 vjetë. 4 vite, dhe në këto 4 vite ti nuk e marrë një përgjigje, le të themi... Am filloj përgjigje, ka vajti, ka më interesur dita dhe, s'panë që ti besh dosë sa për para, dhe shte, pa e ka të letër dosë që janë atë, I ka, do më se që me ke ka përësëri, ka dhe dosë të vjetër, ja ka mërë, do më se që kanë qenë eksperimenta, ata që ja ka dhe në të lojnë. Jackson, të paktën nga informacionet që unë kam, është që në momentin që ke një epikriz nga mjeku, ti përgatit një dosje dhe dorëzon tek kempi e pror, ku caktohet një datë dhe nëna juaj del në komision dhe është komisioni ai që vendos nëse meriton të marrë kempin apo jo. Nëna juaj nuk ka dalë në komision asnjëherë, flasim për këto 4 vite të fundit. Ka vajti, ka përsërit të gjera, do të themi sa mund që ka, se dhe tani s'ka leviz do të përse, është pryrë e shërajt të kemp, I kemi qurë për vizita, kemi parë ca gjera të vogla shumë e sa mund që kemi pas, po me gjera me të s'kemi, pëtoni. E qartë, dhe gjendja juaj ekonomike është e vështirë aty në Gapianës, Për sotit. Për atë zot jale sot dola për punë aty s'kemi as mirë, as në gjë, po të flasë tamam si për polu, po deshe informacione hajde një tu, shqip një gjende vetë, pys një bërni, po patë të mundësi për të ndihmuar. Sa fëmijë jeni? Jemi të mësan, jam unë, është edhe një motër tjetër është martur është Greqin. Dhe ajo s'ka mundësi, se është me burë, është me kalamaj, s'ka mundësi të në ndihmuar por. Jeni, ke 2 motra dhe ju jeni djali vetëm? Po. Një motër është martuar në Greqi, ndërsa tjetra jeton me ju? Po, është e vogla, ajo do më se një vejtë gjithë spicirët me mami, që usë para do më se vejtë tu, se me nek vetëm tu s'ka puna si gjatë, dytërojnë që leviz, a vëtos, edhe s'ka mund që pësem që me nek tu t'i shikojnë në avët së qatë bërë, po gjithë struktura si veç kjo e vogla me atë. Sa vjeç është motra e vogël? 14, mbushë për 15. 15 vjeç dhe është ajo që kujdeset për nënën e sëmur. Po. Më vjen keq, sinqerisht, shkon motra në shkollë? Jo, ngeli pa shkollë se unë kam qenë gjatë gjithë kohë si levizur, mundohesh asi si sa kështë se jemi dhe pa shpisë, se jemi drejtaja shpite dajës. Por pse familja juaj ka përfunduar kaq keq në këtë gjendje kaq vështirë ekonomike? Ka përfunduar se do të thënë daj që ka qenë mami me probleme, smundje toku, është ndarë, papi do të thënë, mu më rriti gjysja në la qysh moshën 1 vjeç, mu më ka rrit gjysja. Pse prindrit e tu janë divorcuar? Po, unë kam qenë 1 vjeç, jo, 1 vjeç ajo tjetra, do të thënë që është Greqi ishte sa po e lindur. Por po motra që është 15 vjeç me kë është? Me të njëjtin baba e keni apo është? Jo, nuk është me të njëjtin baba. Është nga martesa e dytë e nënës? Po. Jackson, por e kuptova që ke qenë shumë i vogël kur prindrit u ndanë, por pse u ndanë nëna dhe babai? Çfarë ndodhi me martesën e tyre? Siç më kanë thënë, të vërtetën para nuk e di si të them, se kam qenë i vogël. Siç më thaj njerëzit e mamit, do më thënë mamit ka qenë e smurë, si ishte atë, do më thënë që date kushtet e shpinë, nga tumët e plantet, shplantet, atëherë s'ka pasë edhe kushte, do më thënë, nuk ishte atë. A kupton edhe nga kjo arsyeja u largu papi, do më thënë. Edhe kështu që aq më shumë më ndej nuk di se qa më mbrava, do më thënë. Ai e divorcoi nënën tuaj me 2 fëmijë, ju dhe motra që jeton në Greqi, u largua, por për ju kujdes ndonjëherë babai? Jo, dhe jo. Ne shqyqyrë zotin mi që ka qenë kjo gjysja e mami, do më thënë që në arriti me qojnë deri me të moshtë, nga
nga ajo e kemi qik jetën, e kupton? Se nga mami edhe mami s'ka qenë e hapë për punë, për gjë, për asnjë lloj gjë, kupton? Është smundje tim, nuk I dhe edhe aq fare. E qartë, Po nga babi I thamë qik ankesë, do më thënë që s'ma ka parë. I dashur Jackson, sot sa vjeç jeni ju? Unë 28. 28 vjeç. Nga momenti që babai është larguar dhe është divorcuar me nënën tuaj, ju kur u rritët, keni patur kontakte me babain, e keni takuar? Po, kam vajtë unë, kam përkuru vetë, thjesht me pas. Si ta them, si njeri. Sa vjeç ke qenë? Po, me ditë. Kam qenë ja 17, 18. Po pse, deri në moshën 17 vjeçare ti nuk e ke njohur babain tënd? Jo. Mund të më Ka qenë I largut. mund të më tregosh si e kërkove, si e gjete dhe çfarë ndodhi në atë takimin e parë? Unë e kërkova një njerëzve, kushurive, do të thënë thysha gjallart, do të thënë që kështu sa u hapen të gjë dhe telefonat, I kërkoja nga për telefonat. Edhe gjitha qatë, një pyta të do të thënë që nga të papi, duhet ati, të njohë, për ndërse. Sa I tha mu e ke Maqedoni, ka vajtë Maqedoni, e kam takur, se e vjerëku e shku, se vajtë dhe shku. Pra, babai juaj, në atë vit kur ti fillove ta kërkoje, jetonte në Maqedoni. Po, Ju shkuat e takuat në Maqedoni? po. Dhe kur shkove, çfarë ndodhi? S'pa I njifja. Në anë telefonit, mora telefon, ja fila vendit të shumë. Edhe, a I po më shqipe, unë për shqipe, ja është telefonit. Pesëm kur e hatë, alo, ba, ti e I thashë? Ku je? Doli për balë. Ti e birë më thashë, po, unë. Aty u taku, që arë, ma bëtë, këse e ditë gjendë, që atë zemë që e ba jetë, s'kishe të të tëmë. E qartë, por ti e the që mua më ka ngelur qefi me babain që në një farë mënyrë na braktisi dhe gjyshja ju rriti. Por kur e pyete babain që pse nuk e kujtuar për ne, për ty dhe për motrën, çfarë të tha? Në të s'kam pas më cita, kam qenë shumë, edhe unë kam qenë me krizat mara, kam qenë smurë, edhe s'kam pas punë, dhe Mirë, Jackson, pavarësisht sa I s'mund ketë patur e mundësie ekonomike të ndihmonte juve, por të vinte t'u takonte, t'ju dhuronte dashuri, nuk I kushtonte asgjë. Po normale, edhe që t'i bëjmë, në lidhë s'ka, s'na ka pa. Por nga I moment dhe deri më sot ti ke vazhduar takimet me babain tënd? Jo, shumë pra vetëm kur e marrë unë telefon me edhe njerë. Pra ai, le të themi, nuk u kujdes për ju, nuk ju telefonoi dhe të vinte t'ju takonte. Jo. Por me motrën? Me motrën tu, po, flas. Jo, babai, flet me motrën në Greqi? Nuk e ti, njerë mori motrën, ka mori babi, ka mtudi, ka dënë me të shumë. Qahat, kështë të se pa për kalamajta, ndekte, së valonta. Por sa ko ke pa folur me babain? Unë po beja I muje ta, 2 muj. Që nuk e folur. Të ka ngelur qefi konkretisht që ai nuk e ktheu asnjëherë kokën pas nga ju, apo thjesht fakti që ti e gjete, ti e kërkove I pari dhe ai prapë së kujdes për ju? Shka mundësime, se dhe unë I kam folur shumë atë, nga kene e bështi. Qatë mund bëjë, unë da një ku duhet bëjë. Po s'kam, që kanë deviz, do më sanë që kanë deviz në Greqi aty. Dhe aty mora dhe I gjopë s'mu të leviz me. Dëshiron ti përcjellësh një mesazh babait, ndoshta atë që s'ke patur guxim t'ia thuash përballë në sy, se ju sa herë jeni takuar me njëri tjetrin? Maksimumi 3-4 herë. Do më thënë, jetën tënde ti e ke takuar 3-4 herë babain tënd. Po, Ai është I martuar, ka vazhduar jetën? po, ka vazhduar, të më thënë si martuar. Ke motra dhe vëllezër nga babai? Kam një.
Ke Aty kontakte? në Tiranë, do të thënë ishte martuar 2-3 herë. Po më një herë ka bërë një fëmijë, një kështu. Ke kontakte me atë motër? Me vllan, po, vllan. do një herë kështu. Po. I dashur Jackson, dëshiron ti përcjellësh një mesazh babait? Ja, unë s'kam... Unë thjesht mora vetëm për punën e mamit, po me atë s'pinter me. Thjesht duhet ndihmoj mamin, s'kam në të kemë. Po patet do më thënë e mundësi në ndihmoni vetëm për këtë çështje, do më thënë. Mos ja rrugëlloni ta. Unë uroj dhe shpresoj që të nëna juaj të marrë një zgjidhje dhe të ndihmohet dhe kempi e pror të na dëgjoj nëse ajo vërtet meriton një kemp, ka zënë krevatin për shkak të sëmundjeve që ka, është trajtuar me kemp dhe i është ndërprer, uroj që të rikthehet ai pension mujor për nënën tënde duke ditur dhe kushtet e vështirat në të cilën ju jetoni. I dashur Jackson, por dua të pyes, kur nëna juaj u nda me babain dhe kishte 2 fëmijë, ty dhe motrën. Po. Pas sa vitesh u martua sërish nëna juaj se lindi dhe motra e vogël? Ajo është largu, do më thënë, ndaj neve, u largu mami, ka një Greqi, ka jetur, do më thënë, di 20 e ca vite po erë. Ju jeni rritur pa nënën, ka qenë gjyshe që u ka rritur? Po, gjyshe. Do më thënë, ishte largur ndaj neve, në timonte dhe nesë, dhe nënë kishte, do më thënë, në ajtë të hatë. Dhe pim një kësor në rriti, do më thënë, në sa mund si pa pa. E kuptoj, dhe ajo gjyshe është heroin, që ju ka rritur me sakrifica në dashuri. Po, ajo në rriti, do më thënë. Por, nëna ka jetuar në Greqi, aty e njohu burrin e dytë? Po, aty është lindë dhe kjo motë, do më thënë, me të tjetër. Bashketonte, për shaj u të një moment kur ti gjysja erdhi mami me gjithë këtë boglën që ande, e ngeli dhe kjo është, do më thënë, si puna hire, do më thënë, jetime. Por nëna juaj me burrin e dytë u nda? U nda, të bërë vite ka, do më thënë, po mbush Manuela 15 vjetë. Por me burrin e dytë pse u nda? Erdi nda që ti që mami, do më thënë. Si? Edhe i do më thënë, ishte i smur, do më thënë, si ta thënë. Edhe i buka qënë mirë, i tente, do më thënë, shkatën, si vije, si në kodë. Jackson, kur gjyshja juaj i vdiq, nëna u kthye nga Greqia dhe jetoj me ju? Po. Dhe me motrën e madhe dhe me motrën e vogël? Madhja i ka qenë e marturë, po në shtu. E qartë. Sheti ta po, përsa u marturë. Po në dejta, do më thënë me madhin, edhe kur kisha mundësi i televizja punoja, vje. Por motra e vogël ka kontakte me babain e saj biologjik? Ja. Asa jo nuk ka kontakte? E kemi kërkur, nuk e kemi gjithë. Vetëm me shku në Greqi, po ku kemi me, nuk si me shku me kërkuar me. Ajo ka dëshirë që ta njohi? Po normale duhet të njohi, do të thënë, nuk e di unë se kam pyrë në një, po e kemi kërkur. Por nuk e keni gjetur. I dashur Jackson, si është gjendja e nënës në këto momente që flasim? Ka zënë krevatin? Po, ka zënë krevatin, do të thënë, ka mund që shkon dhe ke baja pike këtë, po mos tjetë motra, në të momente mund t'i kapi koka me dhe i beton, ku mund t'a disala, do rrigjatë si kohë të arruete, se po s'leviza unë, po zjetë e lejtit punët, male i buk, male i tja. A kupton? Ju veti jeni i martuar, keni kryuar familje? Bashkjetoj, do më thënë jo akoma mirë. E qartë, ke nisur një bashkëtes dhe sot ke hyrë në këtë live sepse kërkon ndihmë për nënën tënde se je i vetëm. Le të themi që sill të ardhurat në shtëpi si për nënën e sëmur, për motrën e vogël, por edhe për partnerin tënde, sigurisht. I dashur Jackson, ditën e sotme do përcjellësh një mesazh për institucionet, ato të cilat, le të themi, kanë prerë kempin e nënës tuaj. Çfarë do ju thoshe? Se në thoi që t'ja u limi
ti marrë kurimet e saj që Allah është ka në qitë të rëton, partën e mërë të kemë, dhe motrën dhe më thënë hajnë kemë për vetën e tyre. Kupton se unë të leviz, edhe do e po levizë për shemë me këtë gjendit të rështanin. Besoj se edhe sot s'kemi bish qikor, s'kemi as mirë, as uj, as kripa si në gjë. Pa kupton kanë dalë për punë të punë, shati s'ka. Uroj që zëri jo të dëgjohet. Sinqerisht, uroj që zëri jo të dëgjohet. E dëgjuam Jacksonin, i cili tregoi vështirësitë në familje, tregoi se si babai kishte braktisur të vegjël atë dhe motrën që ka të martuar në Greqi, dhe nëna ishte rimartuar dhe kishte si në jetë një vajzë tjetër. Ai kishte një motër me emrin Emanuela, por që për ironi të fatit, edhe Emanuela nuk kishte kontakte me babain e saj dhe ka lënë shkollën dhe përkujdeset vetëm për nënën e saj, zonjën Alia. Sot në këtë live do të kem edhe zërin e kësaj vajze, Emanuelës, kështu që është duke më pritur hap dritaren dhe e përshëndes. Emanuela, përshëndetje zemër. Përshëndetje, si jeni? Si je ti? Mirë, juve? Në fakt, ma vjen shumë keq për ty, fola me vllajin tënd, i cili më tregoi që nuk shkon në shkollë se kujdesesh për mamin. Po. Sa kohë u bë që e ke lënë shkollën? Që kur kam qenë në klasë parë? Por pse vetëm një klasë ke bërë? Po. Ti nuk di të lexosh dhe të shkruash? Gjënë se unë kujdesa gjithë kohës për mamin edhe Dhe je 15 vjeç? Po, 16 vjetë në bushë. Edhe 100 u bërë zemër dhe më vjen shumë keq që i ke lënë studimet, shkollën dhe nuk mundesh dorë të shkosh për arsye se kujdesesh për mamin. E dashur Emanuela, por si është një ditë e jotja? Mund të ma tregosh aty në fshat? Në fshat me si, gjithë kohës në mamë, shty, kam këtë bëjnë. Shoqëria nuk është të duhu. Pse nuk do shoqëria që të rri me ty? Sepse një të varë, nuk kemë. E dashur Emanuela, por nëna është shumë sëmur? Shumë sëmur. Gjithë natën nuk fle, unë kujdesem gjithë natën për atë në një gjunjët, ka shumë një. Sepse me atë statun e saj, në menin vidace, me ato ndilin që mërte, edhe ato ja kam bërë pare, kështu që kemi zirë tjetër. Por ti, le të themi, gatuan, bën rolin e nënës në shtëpi. Askush nuk kujdeset? Askush nuk kujdeset, le të themi, nga njerëzit e tjerë të familjes për ju? Vlaj. Përveç Jacksonit? Po, përveç atis. S'ka njeri. E dashur Emanuela, mua më erdhi shumë keq kur vllai jot më tregoi që ti nuk e takon babin tënd. E njeh babain tënd? Jo, nuk e njeh fare sepse mami më ka sillur shumë, më ka sillur bebe, domethënë në Shqipëri. Por ti emrin e tij e di? Po, Konstantina Çajqiri. Dhe nga është me origjinë baba juaj? Në origjinë është nga Sofalesi. Kush qytet e merr këtë fshat? Nuk ta ka di Trikalla ose nuk e di, Janina. Mami e di, nuk e di. A pse është grek baba juaj? Po. A, shteta si huaj grek? Po. Por ti ke qef ta njohësh dhe ta takosh babain tënd? Po tani. Po nëna jote çfarë të ka treguar? Nëna ime më ka treguar që ai bënte nga pjesa mendore dhe ai e tuturonte dhe iku prej atij. Babai juaj biologjik ka pasur probleme me shëndetin mendor? Po. Dhe ky ka qenë shkaku që nëna e ka divorcuar, e ka ndarë? Po. E dashur Emanuela, por nëna të ka treguar ndonjë foto të babait? Jo fare sepse s'ka pasur. Por nëpërmjet emrit dhe mbiemrit, se Beqiraj, ti çfarë mbiemri mban? Unë e mbiemrin e mamit. Po, Beqiraj. Zeqiraj, më fal, Zeqiraj. Po baba jot si e ka mbiemrin? Çajqiraj.
Je munduar Konstantini Përqimika. Je munduar nëpërmjet të rrjeteve sociale ta kërkosh? Po nuk dilte, nuk e di, mos më ta ketë greqisht. Por me nënën tënde ke folur që të ndihmoj, ndoshta nëpërmjet kushërinjve, se ti i bie ti je gjysmë shqiptare, gjysmë greke. Po, jam e lindur ande. Ti ke lindur në Greqi. Po. Pse se ke pyetur nënën të ndihmoj me disa informacione të dhëna që ndoshta mund të gjesh njerëzit e babait në Greqi dhe të lidhesh me të? Po kush? Nuk është nga edhe mundësia, unë e kam të smura dhe nuk jemi vënë kësaj gjash shumë. Por dëshira jote është e madhe që ti ta njohësh babain biologjik. O, ta shikoj si. Çfarë të ka thënë nëna? Kujt i ngjan? Atit apo nënës? Ajo tha si ke lënë babaj tënë një thot mami gjithë kohës. Por hallat xhaxhallar ke të ka treguar? Kam, po nuk i njoh. Në çfarë vendi jeton babai juaj? Edhe një herë në Greqi? Në Sofales. Edhe një herë të lutem? Në Sofales. Në Sofales të Greqisë, është fshat? Po. Nuk e di se si është, po. Ndoshta nëpërmjet shqiptarëve që mund të jetojnë në këtë zonë, ti përmende emrin Konstantin, quhet babai juaj, që ka probleme shëndetit mendor fatkeqësisht. Ndoshta ndonjë shqiptar mund ta njohë dhe mund të na ndihmojë. Do dëshiroje ose nëse do ta kishe përballë, çfarë do i thoshe babait tënd? Çfarë të thoshe? E ke ndjerë mungesën e ti? Po tani nuk e kam ndjerë dhe aq, sepse babai i vllait tim ai më ka dhënë mbështetje, kur ka qenë bashkoj me mamin edhe nuk e kam ndjerë edhe aq të babait tim biologjik. Se Jackson nuk ma tregoi këtë pjesë. Kur nëna juaj u nda me babain tuaj u rikthye tek burri i parë? Po, Jackson. Babi ka ardhur thjesht që ka bërë regjistrimin e kësaj. Mori atësim, do të thënë mami që regjistroi tu që bërën pasaportën këto gjona. Do me thënë, për atësi, Emanuela ti ke, le të themi, babain e vllait tënd, burrin e parë të nënës. Po. Sepse ti kur ke ardhur nga Greqia, nëna nuk të ka regjistruar dot dhe ai, le të themi, babai Jacksonit, partneri nënës, i pari, e ka ndihmuar nënën tënde që ti japi atësinë dhe ti të regjistrohesh. Po. Do me thënë ti njesh me atësinë, si quhet Jackson babai juaj? Astrid Zavanani. Astrid, pra Emanuela Astrid. Po. Është atësia. Po. Dhe ti je mirënjohëse për atë person. Po. Më vjen mirë, sinqerisht, që të paktën babai jotë Jackson, edhe pse ju la juve të vegjël në një farë mënyrë ju braktisi, kur nëna juaj ka patur nevojë për fëmijën e tretë, ai ka ardhur dhe ja ka dhënë atësinë. Po. Jo, për këtë gjë nga bërë mirë, se kjo, do më thënë, në vërtet nuk është, do më thënë, një ati, po, daj që rritëm ne, do më thënë, dhe unë s'kam qenë këtu, po nuk e di që me që mu morën vesh këto, po unë kam qenë Greqi, po kur e morën vesh su mirë, thash, pse mos ta japi. A kupton? Dhe besoj që Emanuela është gjëja më e shtrenjtë për ty. Po normale, unë e kam pritë e pa ardhë këtu, si ta them, një plan, e kemi rritë vetë. Por ajo që më dhimbse në gjithë histori është që Emanuela nuk ka vajtur në shkollë, e ka lënë shkollën dhe është kujdesur për nënën e saj të sëmurë. Po. E deshë Emanuela, Po. e vështirë është për ty jetesa, një vajzë adoleshente, 16 vjeç më the mbusha, Po. të rimbyllur 24 orë në shtëpi Po ku dhe të kujdeset për nënën. Po. Por jam i sigurt që dëshirat e tua janë të mëdha. Po tani si çdo fëmijë? Mund të di një nga dëshirat e tua, kush do të ishte që nuk është plotësuar?
këngëtare. Të bëhesh e këngëtare. Po. Në fakt, shumë vonë është, se ja ka kaluar shumë vite, por Po. është pak e rëndë që në 2026-ën një 16 vjeçare mos të di, të lexoj, të shkruaj, të mbledhi, të zbresi. Fare nuk ti. Dhe kjo është e pafalshme, pavarësisht se e kuptoj kushtet në të cilat ndodheni, i dashur Jackson, se tani ti je më i rritur në atë shtëpi dhe ke rolin e babait aty, ke rolin e burrit të shtëpisë, je shtylla kryesore që kujdesesh për atë shtëpi, por është e rëndë dhe e dhimbshme njëkohësisht që motra juaj 16 vjeç, kaq e bukur, kaq e mirë, Kemi pas përcime të drejtën, si që ta kanë treguar qik më përpara. Gjatë gjithë kohës të la unë i kam qenë i largur, dhe më shanë s'kam qenë. Ja, unë për vitri kam marrë, se e tjere se qaj gjendje është shtëpia, kam marrë me sa mundësi kam pas, kemi festu, kemi lartë sa hale, sa borgje, do më shetë, e deri tani, ka edhe këtu, është shumë gjendje keqe, do më shetë. por motra në Greqi është e vetmja, le të themi, që mund t'ju ndihmoj, se s'keni njëri tjetër. Nuk në ndihmoj dhe ose ka Ajo është me mundësi qira pa për punë. vete. Me që ande ka një fëmijë tani sa po lindi, sa vjetë, 1 vjetë e 2 vjetë. E qartë, Vetëm i burri punon edhe i si atë do lajqëra, do marri për grena, për pira, të i halë nga shtëpia, jo s'putje fëmijësh, jo. Me ato s'poja dalin. e dashur Emanuela, sepse nga një tem po dal një tem tjetër, ti ke një motër të madhe që jeton në Greqi, nëpërmjet motrës së madhe, nuk je interesuar të gjesh babain, ndoshta ajo mund ta ketë më të lehtë aty në Greqi. Po, ajo nuk përzirje këmëtej, nuk s'para brejnë në kupton. Si? Nuk para del ajo. Ajo e ka të pamundur që të ndihmoj. Por si a dilni ju, pa të ardhura? Nuk është të si. Me borxhe? Ja, qa pu... Me borgje dhe qa punojë dhe pëse që shkym vakti dhe hotel. Jackson, unë e kuptoj që të gjitha hallet e shtëpisë të ka rënë ty mbi shpatulla. Oh. Dhe e ke të vështirë, por Zoti të dhënë forcë, fuqi, ta bëf të mbar, ta ndërqofta të rrugë, të gjesh një punë, të sistemohesh, sepse jeta është vërtet e vështirë dhe nëse nuk do punosh ti, gjërat nuk mund të shkojnë mirë në familje. Emanuela është e vogël, por një ditë do iki nga ajo shtëpi, do krijoj familjen e saj, do martohet. Po normale, më si shkutohet që edhe unë s'putalen edhe dhe se të i kupjon. Se unë nga kjo e hapë sy tani, në që është kjo ke shpirë pas dhe një një levizur, që vinë bëndë dhe i halë, ndaj dhe i borë që në kupton. Me borë që si do mos jemi punë të nga për dyqane. Dhe nuk siguroni do të azbukon e përditshme, e kuptoj situatën, aq e vështirë është. Emanuela, edhe këto hallet e shtëpisë sigurisht kanë zënë dhe ty kaq të vogël në një moshë të re që duhet të mendosh se çfarë do gatuash për nënën e sëmur, ku do i gjesh ushqimin, ku do e blesh dhe është pa i mundur. por nëna çfarë të thotë? Çfarë më thotë të bëj zoti po mos më zë. Për atë është bekim që të ka sjellë ty në jetë. Po sigurisht, si të ndonjë. Se në ditët më të vështira që ajo po kalon, je ti pranë saj dhe vërtet je një bekim për ta. Po, Dashur Manuela, nëse do të dëgjoni njerëzit në këtë live, çfarë ndihme do kërkoje? po të paktën për statusin e mamit, për këtë ndihmën që merr të ilaçe. Kempin. Po, Por sot që ajo ka 4 vite, le të themi që nuk ka kemp,
Me çfarë ja blini ilaçet, me çfarë ja siguroni medikamentet? Me çfarë ja blej? Ku punoj vllaja mënin, tani që ai s'ka nuk. Pse Jackson, nëna, nuk mjekohet tani që O mjekohet, po ku kemi mundësinë ta çojmë natë pas. S'kemi asgjë, besoj që me sot jemi pa vartë. Se bus levizje, unë të dhe këto s'ka qënë bëjnë, që unë do të zajnë tu s'para kam gjithë punë të Shqipërinë. Ka vajtë kam pytë, page vogël t'japi, 200-300 euro mujë se i bje, 300.000 lekë mujë. Unë bëjmë punë, do marrë për klera, apo do bëjmë vizita tyrve, apo do bëjmë me shpinë me punë. Unë dhe gjithë kohës kam mikë vetëm në Greqi kam mikë, kam grëmë punë. Do të thënë që vimë, dhe ha, që në vizit dhe jërë mami, puton me sa mundësim, i marim me sa ilaçe. është e dhimbshme, sinqerisht, më vjen shumë keq dhe për nënën tuaj Alije, që ka zënë krevatin dhe ju nuk keni mundësi për ta ndihmuar duke ditur dhe kushtet në të cilat ndodheni, por sot që ti nuk je në Greqi dhe nuk punon dhe je aty në fshat, me çfarë e ble miellin që bën bukën? Ta tregoj fuqin tani që ka marrë Na mbaroj. Ja, 2 sekonda. Jo, jemi live dhe këto janë histori reale, kuptoj. 2026-ën, mos të kesh bukësh në shtëpi, Shpajtë më në që. është e dhimbshme gjithë kjo histori. E ka fëmijëve, 2 fëmijëve, Emanuela dhe Jacksoni, që janë rritur pa baballarët e tyre, me një nënë të sëmur, që nuk ja dalin dot, dhe Jackson që më tregon fuqinë që nga bosh. Qa do se mbaroj? Ja, bukën e fundit e beri Manuela, ja, ishte pësit fundit, kjo është, për sot. E qartë. Ja dhe frigoriferi, as i mërë gjaje. Manuela, po nesër me çfarë do ta bësh bukën? Me që da bëmë? S'ka. Po do bëm. E tmerrshme. Unë uroj dhe shpresoj që të na ndjeki Bashkia e Qytetit të Lushnjës dhe pikërisht të marri masa për nënën tuaj të sëmur, nëse ai kempi e shequr pa të drejtë, t'i jepet paktën ajo të siguroj lekët e ilaçeve. Një grua e re në moshë që ka përfunduar nga sëmundjet në shtrat dhe nuk ka lek të marri medikamente është e dhimbshme. Uroj që zëri juaj të dëgjohet dhe sinqerisht më është dhimbshme historia juaj Jackson, historia juaj e dashur Manuela. Zoti ju dhënë të dritë në jetë, të bëheni të mbarë. Këto vite që keni vuajtur në fëmirin tuaj që keni kaluar Jackson, mos i kalofshit më dhe do mbetemi bashkë në kontakt dhe do bëjt pamundurën për të ndihmuar për kempin e nënës. Ju përshëndes të dyve dhe ju përqafoj nga Tirana. Edhe ne. Miropafshim zemër. Miropafshim dhe faleminderit. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij programi. Ju falenderoj që më mbështesni. Kushdo që kërkon që zëri i tij të dëgjohet, ka një denuncim për të bërë, mos hezitoj të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite ju e dini tashmë që unë jam live ora 10 me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndoqët dhe ritakohemi nesër.